podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Kohëve të fundit, jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në televizion dhe kudo që jemi, flitet shumë për operacionin e lukthit. Për me bisedu më gjerësisht dhe me fakte shkencore për këtë çështje, sot kemi të ftuar profesor doktor Floren Kavaja. Doktor, mirë se erdhët në Glowcast. Mirë se ju gjeta, është kënaqësi me qenë pjesëmarrës në emisionin juaj. Faleminderit shumë për prezencën, kemi pas shumë dëshirë t'ju kemi dhe jam shumë e lumtur që ja kemi arrit për shkak se po flitet kudo për këtë temë dhe po ka keq kuptime, mite, shumëtaja mendime prej gjithkujt, ndoshta edhe prej njerëzve jo profesionistë lidhje me këtë çështje, edhe kam pas shumë dëshirë me sqaru të gjithë pacientët ose ata që ju ka shkund mendja me e bukën ndërhyrje. Po a mundeni më na tregu më saktësisht çka është gastric sleeve ose operimi i luktit që njihet popull? Po, gastric sleeve është një metodë kirurgjike e cila ndihmon në humbjen e peshës. Realisht shkaktar ose arsyeja pse bëhet gastric sleeve është se njerëzit janë të plot, janë obez, kurse obeziteti se është futur në nomenklaturën ndërkombëtare qysh në vitin 2012 si smundje. Pra, obeziteti nuk është më një mirë shëndet ose një gjendje mirë shëndetësore e pacientit, po obeziteti paraqitet si sëmundje. E tash, një sëmundje duhet me u trajtu. Ekzistojnë disa alternativa të trajtimit, e në ndër këto alternative është edhe gastric sleeve ose prerja ngushtimi i lukthit. Ku dallan gastric sleeve prej bypassit të lukthit? Po ekzistojnë disa metoda në kirurgjinë bariatrike të cilat merren me trajtimin e obezitetit. Ato metoda ose forma të kirurgjike që janë është bypassi, është gastric sleeve, është metodë tjetër më e lehtë, jo kirurgjike, është vendosja e ballonit gastrik, janë modalitetet teknike kirurgjike me ardhur deri te një qëllim i caktuar, e ai qëllim është humbja e peshës. Cilë persona kualifikohen për me bo gastric sleeve-in? Gjithë personat të cilët janë me body mass index përmi 30 janë kandidat potencial për gastric sleeve. Po çka është e rëndësishme këto? Body mass indeksi është një indeks ndërkombëtar i cili bën përcaktimin e personit se në çfarë grupi të obezitetit i takon. Këtu ekzistojnë 3 grada ose 3 klasifikime. Grada e parë që është 30 deri në 35, grada e dytë është 35 deri në 40 dhe grada e tretë është mbi 40. Gjithë personat të cilët janë obez kanë body mass indexin 30 deri në 35, po të cilët kanë edhe smundje shoqëruese në vete, siç është problemet kardiovaskulare, problemet e diabetit, problemet hormonale, problemet e infertilitetit që kemi tash edhe studime në kohën e fundit mjaft të mëdha në këtë drejtim, janë kandidat potencial për ndërhyrje të gastric sleeve-it në mënyrë që të humbin peshë. Çfarë mekanizmi veprimit ka gastric sleeve, do me thonë çka ndodh me trupin e një personi masi që bëhet ngushtimi i lukthit? Gastric sleeve është një veprim mekanik, do me thonë bëhet ngushtimi i lukthit, bëhet në ngushtim, bëhet prerja e lukthit. Por në të njëjtën kohë hiqet edhe një pjesë e disa hormoneve të receptorëve të grenelit, të cilët janë shkaktarët ata të cilët na nxisin neve urinë. Faktikisht, çato receptorë ose çato impulse të cilat përmes receptorëve të grenelit dërgojnë në trurin tonë edhe ndikojnë që na të fillojmë të marrim sasi të ushqimit, janë shkaktar kryesor pse ne marrim sasi të mëdha të ushqimit. Në dy. Vetë fakti që lukthi është një organ kavitar, është një organ i cili zën sasi të mëdha të ushqimit brenda saj, edhe kur mbushet ajo, atëherë vepron në trurin tonë, thotë, ok, u kry, u mbyll, kapaciteti jam është kaq edhe unë ngopa. Tash nëse ne çet kapacitetin e lukthit e zvoglimi është mekanik përmes ndërhyrjes kirurgjike, normal që ngoshpëria është shumë më e madhe, më e shpejt. Kur ngopshmëria është më e shpejt, atëherë normalisht që pacientët do të fillojnë me humb peshë. E që një mesatare e humbjes peshë mbas gastric sleeve-it sillet për normative 8 deri në 15 kg brenda muajit të parë. Personat të cilët janë shumë obez,
kjo humbje peshës o shumë e madhe, kurse të personat të cilët kryesisht i takojmë body mass indeksit 30-35, këto vlera sillen prej 8-12 brenda muajit parë. E që tash më këtu që e kompani dit një emision ku flitet për një vajzë që e ka bu gastric sleeve-in edhe ka thonë që po ha shumë më pak, po ha shëndetshëm edhe ata persona atje në farë forme bullizojshin të i thonë nëse ti kishe hongër kështu para operimit s'kishe pas nevojë me operu luktin heq. Po do me thonë kjo ndjenja e urisë nuk është shumë nën kontrollën tonë, do me thonë se me operim po zvoglohet edhe ndjenja e urisë. Me anë të gastric sleeve-it, për pos ngushtimit mekanik, e cekla më heret pihekim që ato receptor, që ato hormonet e grinelit, që ato të cilat e nxisin urin tek ne. Ato kryesisht janë të lokalizuar në pjesën e fundusit të lukthit, edhe ne trajtimi kirurgjik konsiston kryesisht për eliminimin atij fundusit të lukthit, eliminimin e qendrës së urisë, e cila neve na shkakton pak më tepër nxitjen e marrjes së ushqimit. A ka ndonjë fazë përgatitore që do të më kalu një pacient para se më nënshtru operimit? Zakonisht ta preferojmë pacientët të cilat planifikojnë për trajtim kirurgjik. Planifikojmë së paku 2 javë përpara eliminimin e sheqernave dhe të brumrave. Pse? Sheqeri është një lantë ushqyese e cila në trupin tonë krijon 6 herë varësi më të madhe se vetë kokaina. Tash paramendo. E tash personat të cilët nuk adaptohen që të eliminohet fillimisht sheqeri, atëherë mbas trajtimit kirurgjik, ato komplikacionet ose ato ndjenjat postoperative të reduktimit të menjëhershëm të sheqernave ndikojnë negativisht te pacienti. Për këtë arsye ne pacientat i përgatisim fillimisht ose i rekomandojna fillimisht për me eliminu eventualisht me ndërprej krejt ose me zvoglu sasinë e sheqernave në të njëjtën formë edhe të brumrave në mënyrë që të fillohet një fazë e përgatitjes së pacientit në rukëtimin e tij postoperativ pa këto 2 materie ushqyese. Sa duhet me zgjat kjo periudha përgatitore? Është individuale. Jo, është shumë individuale, po preferojmë te pacientët të cilët kemi mundësi më jap rekomandime edhe të cilët paraprakisht kanë i përmbahen protokolleve tona është 2 javë. Ja, okay. E përmendet më herët që ky operim ndikon edhe në sëmundjet e tjera shoqëruese, që është diabeti dhe tensioni i lartë. A përmirësohen dukshëm vlerat e këtyre 2 problematikave mas operimit? Sa i përket patologjive të ndryshme të cilat ndodhen në trupin tonë, 2 janë shkaktarët kryesorë. Janë faktor gjenetik edhe faktor favorizues në shumë sëmundje të organizmit tonë. E një ndër këto faktor favorizues është edhe obeziteti. Obeziteti është ndër shkaktar kryesor të sëmundjeve kardiovaskulare. Obeziteti është ndër shkaktar kryesor të sëmundjeve diabetit. Obeziteti është ndër shkaktar kryesore të sëmundjeve të osteoartrozave, të dhimbjeve lumbale, të problemeve të mëdha të shumë patologjive në organizmin tonë. E tash, me eliminimin e këtij shkaktarit favorizues ose faktorit favorizues, automatikisht ndikon në përmirësimin e gjendjes së sëmundjes primare. Pra, nëse ne themi se obeziteti, eliminimi i obezitetit ose trajtimi kirurgjik i obezitetit e trajton diabetin, atëherë gënjej, nuk është e vërtetë, se nuk është ai mekanizëm, po mekanizmi është tjetër gjë. Është vetë humbja e peshës automatikisht ndikon në përmirësimin e parametrave të lirimit të insulinës, e që ajo insulinë e liruar tash në sasi më të vogël, posaçërisht në moshat e vjetra, është si sasi e mjaftueshme që ai person me jetu komod dhe komfort pa nevojë të marrjes së insulinave ose preparateve kundër diabetit. A ka nevojë me u përgatit pacientat që kanë nënshtru këtij operimi mendërisht? Çka duhet me ditë ata për me përgatit vetëm para se me operim? Është shumë interesant që përpos trajtimit ose përgatitjeve laboratorike, mjekësore, radiologjike, një vend të veçantë ka edhe përgatitja psikologjike e pacientave. Pikërisht për këtë punë, ne në klinikën tonë kemi fut në formë rutinore që pacientat tonë përgatiten edhe psikologjikisht. Pse? Faza postoperative është një fazë ose një periudhë tjetër në mënyrë të tjetër të jetesës. Edhe normal që këtë fazë ka nevojë për një farë suporti
posaçërisht personave të cilat janë kompetent kësaj fushë psikologjike edhe me të vërtet ka nevojë një suport tillë e ne në klinikën tonë ja kemi arritë qëllimin përmes psikologës e cila është thjesht e trajnuar e specializuar për pacientët të cilat trajtohen për obezitet. Po vjen shumë mirë që po dëgjoj këto, se personalisht mendoj që në çfarëdo intervenimi duhet patjetër me qenë prezent edhe një psikolog, se vish ideja që kemi prit dikon, pavarësisht ku është ajo, nuk është shumë e lehtë për pacientat. Cilat janë rreziqet ose komplikimet më të shpeshta që mund me ndodhë gjatë ose pas këtij operimi? Njëhem po tresh dy janë komplikacionet kryesore, sa përket këtij lloji të operimit. Janë gjakderet dhe janë fistullat. Janë dy komplikacione të cilat munden me u shkaktu tek pacientët të cilët trajtohen kirurgjikisht. Po çka është e mira e kësaj, domethënë është e mira se dy format e komplikacioneve trajtohen pe vetë kirurgave edhe janë komplikacione të trajtueshme, nuk janë komplikacione të cilat munden me qenë të tilla dhe të cilat munden me shkaktu me humbje të jetës, qofse intervenohet në kohë dhe në periudhë të caktuar. Komplikacion tjetër që mundet me qenë tromboembolit ose embolit mushkërore, po të cilat përmes masave të cilat i marrin qendrat klinike të cilat merren me trajtimin e obezitetit, faktikisht kirurgjia bariatrike, atëherë prevenohen këto edhe pothuajse janë minimale. Sa zgjat mesatarisht një operacion i luktit? Kjo është shumë varet për përvojës së vetë kirurgut. Konkretisht kur kom fillu ne fillimisht, ka qenë rreth një orë e gjys, tash kemi arrit për 20-25 minuta kryhet ky lloj operacioni. Koka ma shpejt se sa me dalë me pini kafe, se ma shumë merr kohë. Jo. Po, realisht përvoja pe bën vetën. Qysh menaxhohet dhimbja mas operacionit edhe në çfarë shkallë mujna me thonë që është dhimbja masi që të përfundon operacioni? Të gjithë pacientët postoperativ ekziston dhimbja, sikurse për çdo operacion tjetër. Këtu posaçërisht me qenë se kemi të bëjmë me intervenim kirurgjik laparoskopik e për me trajtu kirurgjikisht në mënyrë laparoskopike këtë lloj të operacionit, atëherë medomos duhet që me bëni distendim ose fryrje të barkut. Fryrja e barkut bëhet me anë të dioksidit të karbonit, është një gaz më pak toksik për pacientin. Normal, kur kemi fryrje të barkut, kemi edhe tendosje dhe tensionim të muskulaturës së barkut. Ajo është që e pjesa më tepër që dhem tek pacientët. Ajo kryesisht menaxhohet me analgjetik, ekzistojnë disa lloje të analgjetikëve të cilat jepen ose preparatet kundër dhimbjes, ty fillu prej preparateve me doza minimale ose lloj të parastamolit e ty përfundu deri tek morfina. Po shumë interesante se edhe dhimbja është shumë individuale. Dikush e percepton shumë a tepër, dikush më pak, po fatmirësisht ne arrim të menaxhojmë këtë ndjenjë klinike ose këtë simptom klinik të pacientit jashtëzakonisht mirë. Sa ditë qëndron një pacient mas operacionit në klinikë? Mesatarisht e kemi 3 net qëndron, në ditën e 4 e lëshojmë, edhe pse shumë pacienta vetëm në ditën e 3, më thonë pas 2 netve kërkojnë me shku shtëpi, po është një farë protokolli jonë i trajtimit postoperativ që 3 net me qenë aty mbas 3 netve lëshojnë në shtëpi. Mas sa kohë mas operimit mundet pacienti me ushu me lëviz me ecvet ose me ngrit? Përsërit këtu e kemi edhe protokollin tonë që 6 ditë shtator mbas trajtimit kirurgjik, mas operacionit, mas zgjimit pacienti detyrimisht qohet, hecë dhe lëviz. Kjo, përpos asaj ndjenjes për vetë pacientit që është mjaft në aspektin psikologjik mjaft e rëndësishme që unë jam mirë dhe po zgjona mas operacionit po heci, e ka edhe efektin terapeutik për prevencën e tromboembolive apo embolive mushkërore, të cilat mund të ndodhin tek pacientët. A që ka ndodhur ditët e para me urinë, me ecjen edhe me marramendjen? A ndryshojnë këto parametra? Pacientët të cilët janë trajtu, janë pregatit para trajtimit kirurgjik,
nuk kanë ndonjë farë probleme, ai 2 javë i artë të cilën e përmena nuk kanë ndonjë farë probleme. Kurse pacientët të cilat trajtohen normalisht ditën e parë, dytë mundën me u paraqit pak me kokëdhimbje për shkak se asoj vashmërisë glikemi të sheqerave të cilat i ka përdorur deri para operacionit, edhe tash ndalja për me një herë sheqerave normalisht manifestohet me kokëdhimbje. Po derisa është në klinikën tonë, ne e trajtojmë edhe me ushqim parenteral, e që ajo ndikon jashtëzakonisht shumë në uljen e simptomatologjisë ose ankesave të cilat mundet mi pas pacienti. Edhe kjo është arsye pse ne pacientët i marrim pak më gjatë, domethënë për 3 deri në 4 ditë që atë fazën post-operative të rekuperohet edhe ta merr vetë sa më shpejt dhe sa më mirë. A duhet me ndryshu dieta mas operacionit, edhe nëse po, a ka një rregull çka han muajin e parë, çka muajin e dytë, çka muajin e tretë, kështu me radhë? Po, ne kemi edhe gjithashtu edhe këtu një skem se një pacient post-operativ se si duhet me ushqyp mbas operacionit. Kjo skem përgatitet për ekipas tonë të nutricionistëve, të cilët sakt e përcaktojnë nevojat e pacientit saj në periudhën post-operative në muajin e parë, që duke filluar prej ditës së parë, javës së parë, muajin e parë, muajin e dytë dhe muajin e tretë të pacientëve, e që mandej me vazhdu mënyrën e të ushqyerit pacientit në mbas rekomandimeve tona. Çka është një gjë me rëndësi me ditë? Trajtimi kirurgjik është një trajtim që pacientit me ndihmu që me armë një peshë normale. Kjo është qëllimi, që se ai pacient nuk edukohet në aspektin e mënyrës të ushqyerit periudhën post-operatore, ai përsëri mundet me shtu peshë. Që se ai pacient nuk ka kujdes në marrjen e kalorive, ai përsëri ka me shtu peshë. Shpeshherë mundeni me ndëgju se është trajtu kirurgjikisht edhe mbas një periudhe kohore ky pacient ka shtu peshë. Normal që shton, që se ju konsumoni, sa i ka lukë, sa i ka zorë, në zorë bot thithja e materieve ushqyese, që se ai vazhdon që formën e kalorive, sasin e ushqimet ose të kalorive të fut në trupin e vetë për mes formave tjera, atë normal që ka me shtu peshë. E shpeshere ma shambull një gjatë tillë. Në qoftë se, para operacionit, ne kemi qenë gjendje me hongër një hamburger për marrë si masë ushqyese, kishim hongër edhe dytin, mbas operacionit ti ngopësh me gjysën e hamburgerit ose një të katërtën e hamburgerit. Do me thonë, që ose na bojna llogaritin e kalorive, që para operacionit kemi marrë me një shujt 1000 kalori, mas operacionit e kemi përgjësu në 250 kalori, normal që kemi me hu peshë. Po qofse ne e mashtojmë vetë vetën, edhe personelin shëndetësor, edhe mjekun, infermiert, apo kur do nutricionisten, të shqetu 750 kalori të cilat mu nuk pi marrin në formë të ushqyese të hamburgerit, po pi marrin me anë të Red Bullave, me anë të Coca-Colave, me anë të langjeve të ndryshme të cilat kanë sheqerna në veti, të cilat merren, konsumohen, kalojnë shumë ma lehtë në traktin digestiv, normal që ai 1000 kalorishë është i njëjtë, sikur se e ke marrë me materie ushqyese apo me materie të lagshme. Do me thonë, qëllimi është me arrit me një peshë, edhe mandej që ato jetës me majt atë peshë. Me majt me disiplinë mandej. Po normal, po ju garantoj që edhe ju me konsumu vazhdimisht edhe pse jeni në përmasa të mira shëndetësore sa i përket peshës, po të garantoj që për një muj ditë kime marrë peshë. Faleminderit për ngushëllimin. Sta kom prit. Doktor, na falem për ushqimin, po sa i përket ujit, a ka një rregull mas operimit, a mundet me njëherë me pi ujë, sa duhet me prit ose çfarë sasi e ujit duhet me konsumu? Po normalisht ditët e para sasia e ujit kompenzohet me ushqimin parenteral të cilin na japim. Po mandej preferohet s'paku 1 litër e gjys deri në 2 litra brenda ditës me marr pacientur sasi të langjeve të ujit. A ka nevojë mandej me marrë detyrimisht në ditët e para ndonjë vitaminë shtesë për shkak që ndoshta kanë zboglu drastikisht marrjen e lanjeve ushqyese me ushqim? Edhe pse ato që ta kanë shtu peshën nuk janë të mira, sërë i kanë vytë realisht, po ndoshta a bjen imuniteti nëse ndrën, do me thonë, sasia e ushqimit në mënyrë që ka është madhe. Çka është e rëndësishme këto? E rëndësishme teknikën operative të cilën e realizojnë me anë të gastric sleeve-it. Teknikën të cilën unë e realizoj, edhe e cila tash veç njihet edhe ndërkombëtarisht, që e kom paraqit edhe në disa kongrese ndërkombëtare, edhe është bile herën e fundit ka qenë në nëntor të 2025-ës, në Indi kom qenë përfaqësues,
i rajonit sa i përket trajtimit kirurgjik të obezitetit edhe ku e kom paraqit edhe teknikën time të operimit të gastric sleeve-it, se dhe aty janë disa variacione të cilat mundesh me bo, është pranuar dhe veç ka fillu me implementu në shumë vende, ku ruhet një pjesë e antrumit. Teknika jonë me rrujtjen e një pjesës e antrumit ndihmon që shumë vitamina të cilat i kanë qenë të eliminume përmes teknikave të mëhershme të aplikuara, tash po ruhen. Edhe besom që pacientave tonë shumë rrallë ju rekomandojmë marrjen e vitaminave mbas trajtimit kirurgjik. Ju rekomandojmë që qatësinë e vitaminave ose mineraleve me ushqime të cilat vetëm i kemi në skemat tona se çka i preferojmë, edhe shpesh s'ka nevojë fare vitamina. Po, edhe nëse ka nevojë, atëherë nevoja duhet me qenë afat shkurte, 1 muaj, eventualisht deri në 2 muaj, e që kjo metodë shumë metodë më e mirë, më efikase, me rezultate shumë më të mira dhe nuk krijon varësi ndaj banave në dallim të metodës bypassave e cila të kushton që ti ton jetën me qenë i mbarë me formën tabletare. A mujnë me pas vjellje pacientat masi që të fillojnë me ushqy të shtëpia? Pezojmë ka kalu një muj në kujdes, po mas mujt pari kanë lshu nervat edhe kanë fillu pak me hongër normal, se shumica njerëzve, sidomos kur zgjat pak kanë shumë smundje, të na lshojnë nervat e nuk i rrin gati. A mujnë me pas vjellje? Mundet me pas vjellje, nuk është shumë e shpesht kjo simptom klinike, përsëri pse që teknikët të cilën ne aplikojmë vjelljet janë shumë të vogla. Po pse shkaktohet vjedhja gjatë gastric sleeve-it? Shumë e thjeshtë, shumë logjike është to. Ne kemi shkaktuar një ngushtim të luksit. Edhe nëse në mendjen tonë nuk po adaptohemi tash se ai lukt ka nevojë për një sasi më të vogël të ushqimit, atëherë është rregull e s'ki vjedhje. Po nëse ju e ngarkoni, nëse jemi mësu me marr racione shumë më të mëdha, normal që ai person nuk ka me pas mundësia e kapaciteti luksit i është më i vogël, s'ka me pas mundësi me përballu edhe ka mund manifestu me dhimbje, një farë diskomforti, shpesh edhe me të vjetë. E që shë menaxhani lëkurën e tepër që metet mas dobësimit? A merreni ju me atë puna, apo është punë tjetër specialistë? Mbaret shumë prej moshës së pacientëve. Moshat e reja të pacientëve, të cilët kanë peshë, jo të body mass indexit të gradës së 3, po kryesisht 1-2, me anë të ushqimeve fizikale, me anë të fitneseve, atëherë ata jashtëzakonisht mirë e menaxhojnë këtë procedurë post-operative edhe pothuajse nuk mbetet fare. Kuptohet edhe personat të cilët nuk janë shumë obez. Po të personat të cilët janë më të vjetër, atëherë normalisht ka mundësi që e lëkura me u varë. Po edhe kjo është një procedurë kirurgjike që ne e zgjidhëm në klinikën tonë dhe nuk paraqet problem fare. E përmendet më herët që rënja në peshë fillon me u vrejt dukshëm prej mujit parë, po a ka ndonjë periudhë përafërsisht kur përfundon që ajo që një person me ditë që deri çto ka qenë efekti i operimit edhe tash këtu që duhet unë me vazhdu me mbajt me ushtrime ose me ushqim të shëndetshëm? Po shumë individuale ajo punë. Ke qëllimi është që na me arrit në peshën të cilën dëshirojmë. Momentin kur arrim peshën të cilën dëshirojmë, nuk dojmë me humb më tepër, atëherë nuk konsumojmë më tepër kalori. Dojmë me humb më tepër, atëherë përsëri vazhdojmë reduktimin e kalorive. E në atë moment kur kemi peshën të cilën ne kemi kërkuar edhe për cilën ne kemi luftuar, atëherë normal që duhet me pas një kujdes shëndetësor si gjithë njerëzit tjerë. Çka është bllokimi i peshës edhe ç'është i kalohet kjo? Qose merrni kështu si bllokimi peshës, pesha e cila humbet edhe mbas asaj nuk kemi mundësi të humbjes përsëri edhe mbetet në ato vlera çfarë ne nuk i dëshirojmë, po dëshirojmë ende, ajo kryesisht eliminohet me bazë të aktiviteteve fizike. E përmendet më herët që nëse vazhdon me ushqy prap me sasi shumë të madhe të kalorive mundet me u kthy pesha. Po një person që pesojmë rreth 80%, 70-80% i ka nejt gati krejt rekomandimeve, a ekziston rreziku që mu kthy ajo peshë? Nuk ka si se pesha rikthehet vetëm bazë konsumit të kalorive. Qose ne nuk konsumojmë kalori, atëherë nuk ka kurfar mundësi as teorike me rikthy peshën.
Po më kujtohet se shumica e pacientëve sa flitet për vitamina, pyesin a shton peshë. Domethënë gjithë i tham, ka vitamina që ta rrisin imunitetin edhe ti kur njehesh më mirë, ham buk më shumë, po ti nëse s'ke hungur buk më shumë vitamini automatikisht nuk ta shton peshën. Kur kështu që e njëjta alegjikë edhe këtu, domethënë nëse s'han më shumë buk, s'ki me u trash. Cilat janë mitet më të zakonshme që i keni dëgjuar ju si profesionist për këtë operacion, se kështu në jetën e përditshme ekzistojnë legjenda të ndryshme në lidhje me këtë operacion? Po zakonisht pyesin pacientat nëse operona a shtojmë peshë, ako me qenë kjo e përjetshme. Jo, ju tregoj të vërtetën se nuk është e përjetshme nëse nuk kanë kujdes në ushqim. Domethënë, përsëri po kthena. Ky lloj operacionit, çka është? Është ndihmes e pacientit me arrit një peshë ideale ose një peshë të cilën pacienti ka pas gjithmonë dëshirë. Po momentin kur arritet kjo peshë, atëherë ai duhet me mbajt. Nëse nuk e mban, atëherë përsëri shton në peshë. Në dy. Ajo çka është shumë mekanizmin e saj nuk di me shpjegu, thjesht nuk di me shpjegu, që është shumë e vërtetë. Shumë pacienta preoperativ e kanë brengën më të madhe të pirjes së duhanit postoperativ. Po me të vërtet një përqindje shumë e madhe pacientave e kanë ndërpret duhanin edhe mu se kanë ndjenjen për pirjen e duhanit mbas këtij lloji operacionit. Ndihmojnë ato hormonet e grenillit, sigurisht aty është efekti. Edhe përsëri nëse ekziston një farë mekanizme, nuk ekziston mekanizëm direkt, domethënë që gastric sleeve po ndikon në humbjen e duhanit, mos të keq kuptohet kjo, po ekziston një farë mekanizmi ndërmjet që nuk di me shpjegu, po një përqindje jashtëzakonisht e madhe edhe kanë eliminu duhanin. A ka ndonjë pacient që refuzoni mja kry këtë operacion? Kur janë ato raste që i thuni jo nuk je për operim të lukthit? Po ky operacion llogaritet më tepër se operacion estetik. Gjithë pacientat të cilët nuk i plotësojnë parametrat të cilat janë të përcaktuar me protokollin ndërkombëtare, të cilat nuk e plotësojnë BMI-n, atëherë automatikisht refuzohet edhe nuk trajtohet kirurgjikisht. Domethënë, përkundër kërkesës së pacientave, çfarëdo lloj forme me qenë, nëse nuk është në kuadër të protokolleve ndërkombëtare, sa për këtë trajtimit të kirurgjik, trajtohet kirurgjikisht edhe refuzohet. Përveç BMI-s, a ka ndonjë smundje tjetër ose ndonjë kondit tjetër shoqëruese që e pamundson realizimin e këtij operacioni? Po, ka shumë smundje kardiovaskulare, insuficiencët, domethënë, të zemrës kardiake, insuficiencët pulmonare, insuficiencët renale, janë shkaktarë kryesorë që mundën me qenë si arsye për refuzimin e këtij lloji operacionit. E kufizim të moshës a ka? Realisht moshën të cilën e kam operu më e reja ka qenë 14 vjeçare, e cila ka pas indikacion shumë vital, edhe moshën më të vjetër 75 vjeçare. Një diapazon shumë i gjatë. Jashtëzakonisht. Doktor, na edhe në fund bisedës tonë, edhe për funda kishit pas ndonjë këshill që kishit dashur më dhon pacientave ose personave që mendojnë mirë në shtruk këtij operacioni? Fillimisht kisha pas dëshirë pacientat me rekomandu që mos më ardh deri te nevoja për këtë lloj të operacionit, e për atë arsye me pas shumë kujdes në gjendjen e tyre shëndetësore, mos më ardh deri në gjendjen të obezitetit. Por nëse vetë arrin atëherë, kjo është një trajtim shumë i mirë, është një mënyrë shumë efikase kirurgjike e humbjes së peshës. A është i rrezikshëm si operim? Tash jo. Doktor, faleminderit shumë që pranut ftesën me qenë sot me neve, ishte kënaqësi dhe shpresoj që do shihemi prapë. Faleminderit shumë edhe për mua, ishte kënaqësi me qenë pjesëmarrës në emisionin juaj. Faleminderit gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë episod të radhës të Glowcast. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Exclusive 1, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil.